Përshëndetje Iva, përshëndetje miq, jemi përsëri në rubrikën e gatimit me shef Ermalin sot në kuzhinën e restorantit Pugza. Mirë se gjetëm Ermal. Se erdhët përsëri. Çfarë do na gatuash sot? Sot një fërges me mish pule, me sak gjoks pule kam zgjedhur, dhe shoqëruar me specin, qepën, pak domate dhe djathë në fund. Gjatë kohës që gatimit përdorim edhe pak mielin e misrit, gjalpin, vajin dhe këta. Dhe disa gjete dafine për aromën. Në rregull, sot do gatuajmë për sa persona? Ta përës do më thënë për sa persona janë? Edhe 2 deri në 3 persona, mjafton kjo fileto e pulës, fileto pule madhe, por në rastin tonë do bëjmë një tavë për ju, do jetë për ne dhe stafin e rubrikës gastronomisë. Në rregull, do fillojmë me cilin produkt së pari? Do fillojmë pak me qepën dhe me specin. Do të cilësoj diçka që fërgesa zakonisht është gatim tradicional shqiptar. Ne kemi fërgesën e thjesht me perime, kemi edhe fërgesën me mish ose me të brëndsh me qingji. Kjo është fërgesë me pulë. Kjo është më e lehta. Me pulë. Nuk e di me pulë a është popullore apo, po më duket sikur nuk është shumë e prekur nga. Nuk është shumë në fakt, preferojnë me të brëndshme, me mëlçi kam përshtypjen më së shumti. Kjo është receta më tradicionale, besoj unë. Më tradicionale, po me mish ose me mëlçi, që janë dhe fërgesat tirancëve. Kurse në rastin tonë të përdorim fileton e pulës. Po ta shikosh dhe pula jep një shije tjetër komplet fërgesë. Dhe, siç po thoja unë, mund të hyj tek llojet e fërgesave më të lehta dhe më pak të rënda. Po, normal, dikush që preferon fileton e pulës, pra që është me dietë, që ka një dietë më të lehtë. Ka një numër kalorik që ka frik nga fërgesa tradicionale, që thotë budaj fërgesën dhe do më gjej diçka. Në rastin tonë e kemi kthyer me pulë. Kam përshtypjen që gjithmonë gatimi varet edhe se sa përdor pastaj jo vaj, jo gjalp, sa shumë i shton pastaj për pjesën e kalorisë. Do të ndihmosh pak me vajin e ullirit, ndërkohë që kemi vënë edhe një tigan. Edhe shpak vaj. Sa pak a shumë? Sa ti shtoj? 2-3 lugë maksimumi. 3 lugë gjillë, sa po. Një me rregull. Qepën do ta bëjmë, do ta presim në kubik pak të mëdhej. Pra që të dominojnë, të duket pak. Nuk do ta bëj. Qepë vogël. Jo të injët. Kemi të hudhra aty, ndërkohë. Kemi edhe 2 thelpi hudhra. Qepën do ta bofet vaj. Në një lukë për kaverdisën që të ndihmoj? Po. Me marr, po. Do të japë një lukë për një sekundë. Apo do të bësh atë kaverdisën tipike që unë s'e bëj dot? Neve s'para... Neve në kuzhinë e mësuar tani që edhe të përdorim shumë duket. Po pra. Por gjithsesi duke është e nevojshme. Si ta mendosh, qofse do mund ta provoj dhe unë atë. Po do dali gjysma e qepës jashtë. Se nuk është se jemi mësuar, nuk para eksperimentojmë deri në këto nivele në kushtet e shtëpisë. Po vazhdon me kaverdisjen e qepës, domethënë me përgatitjen e qepës. Do të jemi një lukë që të më ndihmosh, do që unë përgatitja dhe më ndihmosh. Kemi dhe përime të tjera për këtë fërgesë sot, domate dhe speca. Në fakt, ju aty mund shikoni edhe një spec djeks, do i them një sekret, shefi nuk e kishte vënë në fillim tek pjesa e ingredientëve, por e shtoi pasi u kujtua që unë e kam pak qef specin djeks. Na i personalizoj recetën sot, shefi. E vazhdojmë me sputin që unë uroj. Do ta ull pak zjarrin për ty. Në mënyrë që... Po, mos kemi incidente në kuzhinë. Jo, ndark incidenteve. Se jo për gjë, po... Atëherë ralla e punës është që mbasi skuqim pak qepën, do i hedhim dhe hudhrat. Ja, ka filluar të zhverrët pak. Hedhim dhe hudhrat. Sot duhet thënë që e specifikoi dhe shefi pak më parë, e ka bërë prerjen e perimeve, domethënë të mëdha janë, copa të mëdha. Që ato të duken në fund. Të ndihet prezenca e qepës aty. Unë... Duhet e përmendi pak më parë shefi, por po bëj një rikujtesë, unë jo se ju nuk e dini, po me qenë se jemi, fërgesa është në fakt pjata, receta më tradicionale shqiptare, apo jo? Po, fërgesa një. Fërgesa mbahet... Si më popullore. Po. Besoj qyteti Tiranës se ka Qyteti Tiranës, fërgesë Tiranës që thënë Shqiptar. Edhe fjala
siç kuptohet, fërgesë vjen nga të fërguarit. Kështu që sot po sjellim një recetë që kam përshtypjen sidomos në restorantet me ushqime tradicionale shqiptare është gjithmonë e kërkuar nga klientët. Nuk ka asnjëherë porosi që nuk përfshin recetën e Po të ullë një familje në tavolinë, do kërkoj një fërgesë. gjithmonë. Gjithsesi unë mundohem të ndryshoj pak atë, jo se duhet da një tradita, po duke kthyer me pulë ose me një lloj mishi tjetër mund ta bësh më të përshtatshëm me një kategori njerëzish. Mos po e djegun këtë qepën? Jo, një është, tani. Kjo receta e fërgesës me punë mund të jetë pak më moderne si recetë, se Pak të petë. ne në episodet e fundit këtë kemi sjell receta tradicionale, por në disa elemente modern. Po pret mishin e pulës. Tani filetën e pulës, Letën e pulës. edhe filetën e pulës e presim në kubik. Në 1.5 cm të mëdhaja, jo shumë të mëdhaja. Ndërkohë që ka vërtet spetin, pulën në përpës. Ndërkohë që unë jam këtu si për të ganit, e ndjej aromën e fortë të perimeve. Kjo tregon që janë të presta, janë të zonës, kam përshtypjen. E ke thënë herë tjetër që ju Patjetër, unë dhe to produkt e marr të zonës. në zonë. Edhe filetot e mishit pulës e realizoj vetë. Pra marr pulat dhe i filetoj vetë. Ka heq vetë fileton, i pastroj vetë. Në pjesën që ngelet me kockën ose me bëj një supë ose përdor për një buljon ato. Gjithmonë, ne kemi parasysh që nuk çojmë asgjë dëm. Në asgjë. Në rastin ton, lëkurën pulës e heqim lëkurën, pasi lëkurat që shëndik më ban shumë kolesterol dhe nuk është i këshillueshëm të hahet konsumohet. Vetëm në rast se do të kuqet shumë fileta kjo lëkura e filetës. Që i shkrindet e me deri ku. Po, vetëm në atë rast. Kuqas shumë tonë, Jo, rregull je. se pastaj Ne quhet fërgesë, është diçka e fërguar. Dakor. Po gjithmonë unë jam në kontroll të situatës, që unë asistente jam. edhe pak dafni. Tani, ne që një nga preferencat e tua është speti djeg, do ta përdor. Do kushdo është i familiarizuar me spetin djeg, po Në rastin po gjithë se si speti djeg do të heqim pak fare, mos ta bëjmë aq djegës. ustua dhe speti djegës për ta bërë edhe më pikant. Normal. Në rast se mund të përdojë dhe salsa e domatës, po unë preferoj domatet e freskëta, domatet e pjekura. Dhe ta Do marr, ta bësh me copa domaten apo do ta bëj me sopa. Në këtë rast do ta përdor me lëkurë domaten, pak me lëkurë. Le të jetë me lëkurë sepse është më e lejon. e lejon dhe nuk është se po bëj një salcë e cila dominon. Duke qenë fërguar dhe lëkura e specit dhe domatës shkojnë me një tjetër, nuk është se po varet dhe nga dikush, sepse dikush që nuk e preferon lëkurën, mbase ka të rënë për stomakun ose ka diçka, mund ta eliminoj, mund ta largoj. Jam Se shikoj që janë siklet. kaq shumë nuk kam përguar ndonjëherë. Se nuk kam ndonjëherë asistent në kuzhinë. O jam unë asistentja, o kam zgatuaj asnjëherë vetëm. Edhe domatën do t'ja hedhim. Kam. Pra, duke qenë se është fërgesë, vetë nga fjala, çdo gjë do të jetë e kavërdisur, e fërguar. Dhe tani po presim, besoj që Le të kavërdisë. Kavërdisje si e Dhe apo jo. kavërdisjes. Ai se po të ndihmoj edhe pak. Unë do të marr pak ujë të ngrohtë, do të shem pak ujë që të na zijej pak. Të na zijë filetë e pulës. Që të bashkohen shijet më mirë. Ndërkohë që unë po fërgoj, shefi do shtoj ujë apo jo. Po, do të arrisim pak gradacionin tash, do të shem pak ujë të ngrohtë. Receta e fërgesës, a mund të vlej pa mish, pra një recetë vegetariane, fërgesë Po, vegetariane? është fërgesa verore që ne quajmë ndryshe. Në rregull. Pra, një njëti parim është thjesht në rastin tonë kemi fileton e pulës, cila bën ndryshimin.
Dhe përveç kësaj edhe ingredientet që do përdojmë më vonë, për shembull do përdor djathë bardhë, se përgesa tradicionale është me gjizë, për shembull, po themi. Në rastin tonë do përdor djathin e bardhë. Do bëhet pjesë në gatim, do gatuhet djathë? Po, do gatuhet djathë. Do gatuhet. Rregull interesante. Le të shohim si do jetë rezultati në fund. Tani do ta lëm zje pak. Të shoh pak të mendueshëm, shef. Po, Do mendueshëm ishte ingredient që na mungon? Jo, ingredientet janë rregull, po do të shtem erzat. Okej. Në rregull, do Po të mendon të eksperimentosh këtë herë me erzat apo tek ato ne nuk do largohemi shumë nga tradita, po kemi piperin e kuq këtu, piper zi, pak rigon dhe krip do përdorim. Në rregull. Marrim piper të kuq. Rreth një lugë gjelle piper të kuq, do të hedhim dhe kripën dhe piperin. Ne do t'i afroj atje unë që edhe t'i shikoj. U bëra pis. Po, tani ku gatuhet, edhe do bësh pis. Edhe do s'përkasin dhe një pik nga gatimi. Ja, kot nuk vesh uniform, shefi. E hedhim pak. Do vi dhe unë do i gjithë me uniform, shef. Hajde mirë prit do të gjej një xhaket. Jo, xhaket specifike për në ishte dalloj që nuk jam shefja, po ndihmës kuzhinierja. Se praktikisht ashtu jam. Pak piper të zi. Tash ja hedhim erëzat në mënyrë që edhe ta marrin shijen gjatë gatimit. Edhe pak. Kripën tash. Rreth një Rreth të plot çaji. një lugë çaj mund. Me çfarë pije shoqërohet kryesisht forgesa? Na. Me raki? Sa më marr nga goja. Rakia është Rakia është e preferuar shqiptarëve, kështu që nuk dalim dot nga kjo. Është më Disi se kjo tradicionale. shoqërohet me verë të ballë. Po, na me verë bardh. A të kishe një të rakia s'ka problem. Po një restoran normalisht, Po. mënyrë që ta shijoj me gjatë, me një raki me 2 teke dhe mund mos ta marrësh vetë se ç'po bëj. Shiko, ata që janë konsumator rakie, që e Nuk kanë largon. qef, nuk dorëzohen aq lehtë, jo, pa më rrar. I kthjellon forgesa. Apo jo? Tani ndërkohë që ti po merresh me pjesën e skuqjes, këtu tani do të hedhim pak gjalp. Edhe Gjelpi kripur, kam përshtypjen. po, gjalp normal, i kripur, pak vaj sa për ta shkryjë gjalpin. Këtë do ta E kemi thënë që kur nuk duam të na digjet gjalpi, hedhim pak vaj kuzhina. këtë do ta bëjmë për arsye se duam që des mos të djegun tash ty. Se qëllim që hapën të dy edhe ta largoj edhe këtë qik. Ashtu. Cili Do të pak- shkim pak gjalpin dhe do të hedhim pak miell misri, një lugë, afërsisht që ta kryejmë, ta bëjmë të trash masën. Do të hedhim pastaj djathin, do vendosim me një tavë dheu dhe do ta vendosim pak në furrë. Tu do hidhet djathtë Furrën e tek pjesa para e përgatisim, gjatë edhe furrën edhe të gjithë e para përgatisim. Në çfarë temperature furrën? Furrën ke 200 gradë që duhet jetë. Në të jetë dhe pak më lart, nuk na përshpon, sepse kjo pothuajse është gatuar, thjesht për të krijuar një farë ngjyre. Në total sa minuta mund të shkoj si gatim, si përgatitje? 25 minuta i kërkon. Me qenë gjatë kohës që përgatitëm, skuqem, zihem edhe në furrë, një 5 minuta në furrë, nuk do e lejmë shumë. Kur thua 25 minuta, unë Për kuzhinën. po ta bëj vetë do kushte shtëpi, më duket sikur do marri pak edhe më shumë. Normal që do marrim më shumë. Në shtëpi merr edhe gjithmonë më shumë. Se përfshihet edhe pjesa e Tani, këtë pjesën e mielin e misit të skuqim pak, me djalp. sa miell misri? Një lugë gjelle. Në përdora lugën e vogël, por rreth një lugë gjelle do, nuk do më shumë për këtë sasi që kemi. Jo, rregull. Ka ndonjë specifik deri kur mbahet apo pak fare? Jo, mjafton sa të zverdhet fak, jo shumë, sepse kjo është një forgesë e cila do me fjalë tjetër i çik ngjyrë jo të errët, sepse ka ngjyrën e pulës, sa kuptoj, ne duam të dallojmë se çka ka brenda. Është ndryshe nga forgesa me Ndryshe nga forgesa normale. Po. E shtuam gjalpi dhe miellin e misrit tek pjesa tjetër E pulës, e apo tash pulës dhe perimeve. do ta lëmë zije pak, edhe do t'i hedhim djathin e bardhë. Nuk kam përdorur gjizë, por djath kësaj rralle. Në rregull.
Ka shije pak më të përqendruara Po, djathi. djathi, ngel edhe me copëza të vogla, nuk e dua thjesht tjetë kremoze, po tjetë me copa dallueshme, po ta shikosh edhe masa ka pulën vetë, specin, qepën, pedallohen elementet që Djathi është djath lope? është djath dhije. Dhije. Ka përdorur djath dhije, po edhe djath lope nuk është. Ja do ta thot më një çik djath. Djathi jo shumë. Për një sasi tillë rreth 80 gram djath është e mjaftueshme. Tashi që hedhim djathin nuk duhet ta lejmë shumë, sepse mos tretet shumë djathi. Do ta vendosim në një tavë dhe do ta vendosim në furrë. Pra, akoma do presim dhe pak për ta ngrënë. Pisën, okay. Mos Për të dhe mos entuziasmo më shpejtë. Pa merak, kemi durim, do presim, provojmë të recet shumë të shishme të traditës shqiptare që ka qindra vjet që ekziston në kuzhinat shqiptare dhe kam përshtypjen do të vazhdoj për një kohë shumë të gjatë. Sepse është përveç se shumë e shishme, ka dhe shumë vlera, ndër të tjera edhe antioksidant. tani vendosim në furrë dhe do presim pak. Ndonjë perime tjetër mund t'i kishim shtuar në kësaj receta? Për dikë që do ta bëj edhe më shumë ngjyra edhe më shumë Ose do t'i shtosh një perime, për mendimin tim mund t'i shtosh kungull. kungull. Okay. Kungullin mund t'i shtosh, sepse jo çdo gjë e pranon, po gjithsesi kungullin e pranon, tamam. Në rregull. Kungull mund t'i shtosh selinon, Tani po bëhet edhe më më interesante. interesante. Nuk e di, mund t'i shtosh dhe gjëra tjera, po këto sa mund që janë më bazike. Po. Tash jemi në rregull, bëjmë dhe gati në vendin. Miq, jeni duke ndjekur rubrikën e gastronomisë. Sot jemi me Shef Ermali në kuzhinën e restorantit Pupza dhe po gatuajmë një fërgesë super të shijshme me pulë dhe me perime. Është një fërgesë jo tipike, se zakonisht bëhet me mëlçi ose me mish viçi apo jo, Shef Po, jemi Ermali. mësuar që ta përdorim në një shatje, por në rastin tonë kemi Kemi zgjedhur mishin e pulës, meqense është pak më ndryshe dhe meqense kemi filluar mendojmë pak për linjat. Periudha e fundvitit në fakt është periudha që ne të gjithë ndërgjegjësohemi më shumë edhe për Normal. pjesën e kalorive, ushqimit shëndetshëm, frekuentimin e palestrës ose sporteve tjera. Kemi bërë pothuajse pjesën më të madhe të gatimit. Shef Ermali e nisëm me Atëherë nisëm në fillim ka vërdisim pak qepën, pastaj shtuam hudrat, pastaj mish, pastaj specin, speci. specin, Gjithmonë e ngatroj këtë radhën. në mënyrë që këto perime të ka vërdisën, marrin shijen e tjetrës, i hodhëm pastaj fileton e pulës. Në rregull. Pra që ka në fund Po, pula. fileton e pulës, në mënyrë që këto perime të vishen, pra të krijojë një lloj veshje edhe me fileton e pulës, pra fileto e pulës mos të digjet në total, të jetë pak si gjysë e skuqur, gjysë e zirë, se thuash. Dhe i shtuam domatet freskët, pastaj nga erëzat zgjodhëm piperin, Dafinën. Vendosëm me dafinën, gjatë dafinës, gjatë pjesës së gatimit. Gatim, kuzhina shqiptare, ndryshe nga një kuzhinë tjetër, erëzat kryesore këto janë dafina, rigoni, piperi, këto përdorin në shqiptarë. E Pastaj vërtet. një kuzhinë tjetër mund të përdorë diçka tjetër. Dhe tek përbërësit kishim edhe specin ndjek. Nisën dhe specin ndjek që e shtuam për në sajt e kërkesa. Në varësi të preferencës personale. Shtuam edhe djath apo jo, se nuk Pastaj përdorëm, pastaj skuqëm veç njëllin e misit me gjalpin, ja shtuam dhe në fund fare hodhëm dhe djathin e bardh, po e pa e gatuar shumë, në mënyrë që ta ruanim edhe ato copat e djathit, ruashim dhe shijen, pra djathi mos na shpërbëhet. Kemi futur në furrë. Receta e fërgesës është nga ato recetat që i kemi gatuar gjithmonë, ose nëse nuk i kemi gatuar vetë, i kemi porositur nëpër restorante, sidomos në restorante tradicionale, me ushqim tradicional. Ti vetë edhe e ke gatuar dhe ta kanë gatuar nga personat e afërm të tu. Cili e gatuan më mirë? Mamaja, bashkëshortja, ndonjë person tjetër i afërt që ka gatuar për ty? Unë maman e kam tiranëse, si me thonë, dhe në fërgesën tiranëse, ajo e bën, e ka të vetën. Është normale, po edhe nëse i me gatuan shumë mirë. Pra, nëna e fiton... Po kjo ideja me pull, jo se nëna fiton sepse ka traditën e vet, pra ajo fërgesën origjinale tiranëse ajo e bën. Me nusën është tjetër, sepse nusa duke futur element të ri ka përdorur pulën për shembull dhe Pra kjo receta është më shumë një ide e frymzuar nga bëhet dhe shpejt, po gatuhet dhe shumë shpejt.
Po ta shikoj, sepse fërgesa me mish kërkon kohë goxha. Pse mishi pulës do më pak kohë për të gatuar. E vërtet, është më praktike. Më i lehtë dhe pra më shumë më dietik, pra nuk është e rëndë fërgesë. Si që përmendëm. Po, kur e ka provuar mamaja jote për herë të parë fërgesën e gatuar nga ty, çfarë të ka thënë? Të ka trishur vëmendjen për diçka apo të ka thënë e ke bërë më mirë se sa unë? Jo, shiko, mama ka diçka që gjithmonë fëmia, sado i vogël ose i madh i duket fëmijë, a kupton? Për shembull, mund të jesh kushdo, mund të jesh një shef kuzhine shumë i mirë, po vjen puna, thot ai hudhe krip, ai hudhe sheqer, ai hudhe pra gjithmonë ke haruar diçka. Gjithmonë të rinë në kontroll. Pra harron që ti kush je ose se çfarë ke bërë, e kupton? Harron që ti ke bërë një shkollë të tërë. Dhe jo thjesht i ke vjedhur le të themi sekretet e përgjithësisë së saj. Gjithmonë për të ngelesh një fëmijë, kjo është ideja. E vërtet. Dhe sa minuta do na duhen ne për ta përfunduar? Po thuj se gati, sepse ajo neve siç e pa me gatuam në digan, pra e skuqëm e gatuam, dhe thjesht për t'i dhënë një lloj lidhje ose një lloj pjekje më të mirë në furrë, prandaj e vendosëm. Unë them se mund të jetë gati, e shikojmë. Se e shikoj që edhe ty nuk të po të pritet. Po se dua ta provoj. Zakonisht e vërtet është që e kam konsumuar më shumë me mërci ose pra në mënyrën tradicionale. Dhe kjo e sotshme mund të jetë ndër versionet më të lehta. Në rregull, duhet të thënë që prania e djathit e bën pak më të rëndë se çdo të ishte, po të ishte me gjisë. Jo, e ke gabim, me gjisë kjo do dukte si diçka më e rëndë. Me djathtë është shumë e lehtë, do ta provosh, do ta shikosh ndryshimin. Në rregull. Do zgjerojmë me për një zbukurim, për një ngjyrë të bukur, mund të vendosim pak kopër sipër. Po nuk do ta këshilloje shumë erzat t'ja grim brenda, kupton? Sepse ja humbasim atë shijen e vet. Kam vënë një gjë, shef Ermal, tek ty. Në asnjë moment nuk i provon as për krip, as për ndonjë gjë tjetër. Kaq i sigurt je në sasinë që ti fut? Po jam. Të qoftë kripës, qoftë në sasinë sa është gatuar, apo të shmësuar syri. Vetbesimin maksimum. Po vetë, gjithmonë ndryshojnë gjërat, edhe para se me ndjekë klientë është mirë ta provosh. Gjithmonë për çdo gjë. Sepse ti për shembull, në rastin tonë po gatuajmë bashkë. E provoj unë. E provon ti, kam besim këtë ti. Por jemi këtu duke gatuar, por në rastin se ti ke një fluks pune duke punuar, në një moment saktuar ti mund ta lësh diçka, ke shkuar të bësh një punë tjetër dhe kur vjen ke harruar tash ke hedhur kripë apo jo. Edhe mund të jesh dy herë që më mirë ta provosh se nuk i dihet. Po, e vërtet, e vërtet. Tani unë të ta provosh, por do ke një duke ty. Ta do aty, ja ta sjellë. Tek vendi im. Po vendi atë. Faleminderit. Po të bëj mirë. Kujdes se është drejt, pa. Mos të digjem. Tani do presim pak sa ta provoj unë që të bëhet. Ja. Mi fërgesa hahet e ngrohtë. E ngrohtë, po jo e nxehtë. Tash ti duke valuar shumë do të shkoj faktikisht. Gjua nuk ndihet më as. Të shkoj duke valuar, por shumë mirë. Edhe speci ndik se ka fiksa çdo doja unë. Është mirë. Nuk është e tepër, si më thonë. Besoj edhe kripën e gjithçka është në rregull. Pra është Në fakt, ka më shumë krip? Ka pak fare më shumë se zakonisht ke gatuar shef. Por, se si i jep një shije shumë të mirë. E jep djathtë. Pra, është sasia e kripës pak më shumë që të përshëndetin ndoshta, po për shijen është shumë e mirë. Të lumshin duart. Është shumë e shijshme. Nuk pritej më pak si nga shef Ermali si nga fërgesa. Falenderoj që gjete kohën për ne. Na mirëpritet në shtëpinë tënde, edhe sot me një traditë shqiptare. Jeni të mirëpritur, si gjithmonë. Faleminderit edhe për ju. I përshëndesim dhe njerëzit që na shikojnë. Cilët mund të vinë të provojnë vetë recetat që ne kemi përmendur këtu në kuzhinën në restorantin të Pupca. Faleminderit miq, linja për Ivan.